Së pari doja t'ju falenderoja të gjithë juve që jeni këtu dhe që gjendemi për herë bashkë, diskutojmë bashkë dhe ju falenderit pa mas. Të gjithë ju që jeni lidhur me këtë faqe, por njëkohësisht dua të informoj të gjithë ata që marrin të gjithë ato videot e mia dhe i shpërndajnë duke i shkarkuar dhe i shpërndajnë nëpër faqet e tyre. Duke shpërndar publikun, bën një gabim të madh, sepse njerëzit mendojnë se jam unë dhe komunikojnë sikur të jem unë. Dhe problemi tjetër është që këta që i shkarkojnë këto video, që nuk janë e përsëris kanalet e mia, sepse kanalet e mia janë vetëm Nadir Mura. Në qoftë se shikoni në YouTube, vetëm Nadir Mura është kanali im. Në Facebook, kanali im është Nadir Mura. Në TikTok, kanali im është Nadir Mura. Pra, nuk ekziston një kanal tjetër që ka një emër tjetër apo prapashtesa të tjera që tjetimi. Por ata që i hapin këto kanale, hapin edhe probleme të mëdha. Sepse si që thash, përveç se njerëzit shpërbëhen dhe shpërndajnë, por krijojnë edhe konfuzion me njerëzit, sepse vurare, më quan disa komente që përgjigjen sikur të jem unë. Shiko, kjo gjë është e punueshme dhe krijon probleme edhe të rënda. Boll tani, sepse u lodha drejt që e mori. U lodha. Shiko, unë ju falenderit e përsëris edhe një sepse ka disa që janë prej kohësh që më ndjekin dhe dikush ndoshta i do këto informacione dhe ka etje për informacion. Por deri këtu është okej. Veç se kur merrni videot dhe i publikoni në përfaqet tuaja është gabim. Për dy arsye. Gabimi i parë është që është dikush tjetër. Dhe në qoftë se do të ishte e zëm, për shembull, dikush tjetër që jo si Nadir Mura, okay? Ma merr mendja që kam respekt për të gjithë dhe nuk dua të krijoj probleme të tjerëve. Por sikur të ishte ndonjë tjetër, nuk e keni idenë se çfarë problemesh mund të bënte. Për shembull, njoh një njeri, një avokat, që ma tha haptazi. Nadir tha, nëse ti do tha, unë futem tha, në të gjitha kanalet që publikojnë fotot e videot e tua, madje edhe emrin tënd, pa lejen tënde tha, dhe ja u rregulloj unë. Jo, i thash. Jo, sepse e para njëri që nuk është mirë. Nuk është mirë sepse çdo njeri, së pari njeri që kanë respekt, sepse ndryshe nuk kanë pse i publikojnë ato video, kështu që ka respekt për mua dhe unë ju falemnderit që keni respekt për mua. Por tjetra është që kur publikoni këto video dhe përgjigjeni sikur të jem unë, atëherë ky është gabim i madh, dhe është gabim i rënd. Sepse nga ky moment do të thotë që kush e di se çfarë bëni në emaile apo në kontaktet private që bëni me këta njerëz. Kështu që unë pastaj jam i detyruar që të hap ndonjë çështje. Kështu që mos më detyroni. E përsëris edhe një herë. Boll, sepse shumë, me një fjalë, në çdo rrjet social janë plot me videot e mia. Plot. Qoftë me fytyrën time, qoftë edhe video të përpunuara që bëjmë me çunat. Nuk është mirë. Nuk është mirë. Për këto arsye që ju thash. Kështu që më falni që hapa këtu këtë argument, por pikërisht videot e mia merren sistematikisht çdo ditë këtu, nga faqja e YouTube-it. Dhe vendosen në të gjitha portalet e tjera dhe bëjnë xhiron e botës pastaj, i marrin të tjerit, i publikojnë ndonjëri pastaj që nuk kishte lidhje fare. Kështu që do t'ju lutesha shumë, mos e bëni. Tjetra është, po ndryshojnë shumë gjëra. Po ndryshojnë dhe tani po mendohet sapo TikToku tani që të jetë një pjesë e madhe e aksioneve të Amerikës, që po rregullohet tani po e bëjnë, dhe po bëhet një sistem tjetër. Çfarë është ky sistemi? Është një sistem, se njëkohësisht dua të informoj edhe për këtë, është një sistem që është i të drejtave ekskluzive të njeriut që ka materialin. Dhe është e punueshme jo vetëm në mënyrë ligjore, që ju ndëshkon, por ndëshkon edhe me të ardhura financiare, sepse arrin nëpërmjet numrit të telefonit. Pra edhe sikur të hapni një numër tjetër, prap me atë numër telefoni, pra atë numër të ri që do hapni, do t'ju gjurmojnë me problemet që keni krijuar. Po e them për ju, sepse të punosh gjithë ato kohë, sepse për juve mendoj se është punë,
të merrni ato video, ti shkarkoni dhe ti ngarkoni në përfaqet tuaja. Në radhë të parë njerë nuk e kuptoj. Në qoftë se ato video, sepse herë shikoj që u mbyllin kanalet apo krijojnë probleme. Pse gjithë kjo? Pse të humbisni kohë? Për çfarë arsye? Apo e bëni qëllimisht? Ndoshta dikush është futur që e bën qëllimisht. Nuk e di. Por e përsëris edhe një herë, shumë shpejt do ndryshojnë shumë gjëra dhe do gjenden, mjafton një email dhe do gjendet njeriu se ku e ka gjeneruar atë kanal, nga çfarë numri telefoni dhe nga çfarë emaili dhe çfarë IP e përdor, qoftë të telefonit, qoftë edhe të kompjuterit. Ja u them, unë ju paralajmërova. Kështu që mos më thoni pastaj që siç bën dokush që më thotë që kam probleme. Nuk është faji im. Unë nuk shkoj tek shtëpia e dikujt apo tek kanali i dikujt që ti marr materialet pa e pyetur, pa thënë, edhe ti publikoj. Ose të përgjigjem që është më keq sikur të jem unë ai që ka. Jo. Mos e bëni. Shiko, unë ju falemderit edhe një herë që jemi për këtu bashkë, por do t'ju sugjeroj një diçka. Bëni diçka të re. Bëni diçka që se ka bërë kush, sepse për të së pari do të keni sukses nëse nuk e ka bërë kush. Dhe tjetra do jetë diçka e re që do t'ju japi edhe diçka. Qoftë nga rrjetet sociale, sepse shumë shpejt TikToku do e bëj me pagesë. Me një fjalë, me ato video që keni, me klikimet që do bëhen ato video, do ju japi. Por nëse janë të tuajat, sepse nëse janë të dikujt tjetër, përveç se do t'ju ndëshkojnë juve, por siç ju thash që me këtë sistemin e ri që po bëhet, mund t'ju krijojë edhe probleme. Kështu që unë ja u thash, mos më thoni nesër pastaj që nuk ju informova. Kështu që kalofshi një ditë bukur, më falni edhe një herë që isha kaq direkt, por duhet ndonjëherë sepse ka kaluar kohë. Po ti shikoni në të gjitha rrjetet sociale plot me videot e mia, gjithandej. Nuk është mirë. Okej? Hajde, ju dua fort, vetëm mos vazhdoni të publikoni videot e mia. Dhe tjetra, në TikTok, nëse për ata që nuk e din, edhe në rrjetet e tjera, por kryesisht në TikTok, kur publikohet një video e dytë, pra nga dikush tjetër që nuk është jotja, por është e dytë dhe e ke marrë diku, sistemi është inteligjent dhe e kupton. E kupton që ti e ke marrë nga diku, sepse ka jo vetëm time code, por ka njeh edhe fjalët që janë brenda. Dhe duke e njohur këtë, të penalizon. Penalizon kanali, penalizon ty. Kështu që s'merr asgjë. E përsëris, nëse e bëni për ngërdheshje apo për thjesht nga inati, shumë shpejt gjërat do ndryshojnë dhe pastaj do jenë problem akoma më të rënda. Unë ja u thash, sepse nuk merrem unë pastaj, do merr dikush tjetër. Ditën e mirë, avokat ka plot, ligje ka sa duash, kështu që kalofshi bukur.